Ndërkohë, Republika e Kosovës dhe institucionet e saj u bën cak i sulmeve terroriste, prej të cilave 2 me pasoja të rënda. Ai në Banjës të Zveçanit me 24 shtator të vitit 2023, ku mbeti i vrarë rreshteri policor heroi ynë Afrim Bunjaku, dhe tjetri në kanalin Ibër Lepens në Varak të Zubin Potokut me 29 nëntor 2024, që synonte dëmtimin e pariparueshëm të infrastrukturës kritike. Për të 2 këto sulme tashmë ka aktakuza të ngritura. Për rastin e Banjskës, të gjitha provat dëshmojnë për një plan të përgatitur me përfshirjen dhe financimin e shtetit Serbisë për aneksimin e veriut të Kosovës përmes strukturave paramilitare pas një konflikti që do të zgjerohej. Po të mos ishin vendimet në kohë dhe reagimi i shpejt e profesional i njësive tona speciale të policisë, mëngjesi 24 shtatorit të vitit 2023 do të na zbardhte një realitet krejtësisht tjetër në terren. Ndërkaq për sulmin mbi kanalin Ibër Lepens, provat e grumbulluara dhe informacionet rreth të arrestuarve gjithashtu konfirmojnë përfshirjen e strukturave ilegale të Serbisë dhe vetë shtetit të Serbisë. Në retrospektiv, çdo kompromis ndaj sundimit të ligjit do të ishte fatal për Republikën e Kosovës. Situata e qetë, lëvizja e lirshme dhe funksionimi i institucioneve të shtetit në veriun e Kosovës është pikërisht sepse ka triumfuar sundimi i ligjit dhe rendi publik.